11 sekretet që nuk duhet t'ia tregosh as kujt, as gruas, as prindërve, as shokut më të ngushtë. Ka njerëz që mendojnë se të jesh i sinqert do të thotë të tregosh çdo gjë. Gabim i madh. Sinqeriteti i tepërt është vetvrasje e ngadaltë. Në një botë ku 90% e njerëzve fshehurazi duan të shohin poshtë, heshtja bëhet armaturë. Sa më pak din të tjerët për ty, aq më pak armë u jep, se ot do të jap 11 sekrete që unë vetë i mbaj të mbyllura me çelës. As gruaja ime 40 vjeçare nuk i di të gjitha. As nëna ime. As shoku im që e njoh që nga klasa e parë. Nëse i zbaton këto 11 rregulla, jeta jote do të ndryshojë brenda 6 muajsh. Do të fitosh respekt pa e kërkuar. Do të fitosh para pa i reklamuar. Dhe do të flesh natën pa u druar se dikush po të kurdis prapa shpine. Pika 1. Planet për të ardhmen. Pika e parë dhe më e rëndësishme. Mos i thuaj askujt çfarë po planifikon të bësh nesër, pas një viti apo pas 5 vitesh. Biznes të ri, investim, largim nga vendi, dietë për të humbur 20 kg, libër që po shkruan, heshtje totale. Pse? Sepse 97% e njerëzve kanë një mekanizëm të brendshëm që quhet gaforja në kohë. Kur ti ngjitesh lart, ata tërhiqen poshtë, jo gjithmonë me dashakeqësi, shpesh pa e kuptuar vetë. Do të dalë? Po kush je ti? Mos u nxit, unë e provova dhe më hëngrën. Këto fjali të vrasin dopaminën dhe të bëjnë të dorëzohesh para se të fillosh. Unë vetë kam humbur 3 projekte të mëdha sepse i tregova shumë shpejt. Që atëherë punoj në heshtje. Kur projekti del në dritë, është aq i fortë sa askush nuk mund ta ndalojë më. Dhe atëherë të gjithë thonë, "Wow, sa papritur." Ligji i hekurt. Punoni në heshtje. Lërini të tjerët të habiten me zë të lartë. Pika 2. Të ardhurat dhe pasuria jote, kur mos i thuaj askujt sa fiton dhe sa ke. Pika e dytë është ajo që të ndan burrat e vërtet nga djemt që ende kërkojnë miratim. Është ajo që të bën të flesh i qetë natën ose të kthehet në makt për 20 vjet. Kur mos u thuaj askujt sa fiton në muaj dhe sa ke grumbulluar në total. As mamit, as babit, as vëllait të vetëm, as gruas me të cilën ke 15 vjet martese dhe 3 fëmijë. As shokut që do të jepte jetën për ty, sidomos atij. Pse them kaq ekstrem? Sepse paraja është droga më e fortë që ekziston. Ajo ndryshon njerëzit brenda natës, pa e kuptuar vetë. Unë i kam provuar të gjitha skenaret dhe do të tregoj me emra të ndryshuar, por ngjarje 100 reale, një djalë, le ta quajmë Erion. Fitoi 2 milion euro nga një tokë që ja shiti shteti. I tregoj të ëmës, pastaj vëllait, pastaj kunatit. Brenda 14 muajsh. E ëma i kërkoi 300.000 për shtëpi më të madhe se e komshiu. Vëllai i kërkoi 400.000 për biznes që do të na pasurojë të dy. Kunati i kërkoi 80.000 vetëm hua për 6 muaj. Sot Erioni jeton me qira dhe urren familjen e vet. Sepse i dha të gjithë. Një tjetër, Armand, fitonte 6.000 euro në muaj tash nga një biznes online. I tha gruas. Gruaja ja tregoi motrës. Motra ja tregoi burrit. Burri i motrës filloi të thoshte prapa shpine. Po ky 6.000 lekë të vjetra fiton, jo euro, mos u bëni qef. Pastaj filloi të përhapte që Armandi vifte taksat. Sot Armandi fiton 15.000 euro në muaj, por askush në familje nuk e di. Dhe flet si fëmijë. Unë vetë. Në vitin 2016 fitova 187.000 euro brenda 5 muajsh nga një projekt i vetëm. I tregova vetëm një shoku të ngushtë. Brenda 3 javësh ai më prezantoi me 7 kushërinj dhe miq të afërt që kishin projekte super. Pastaj filloi të më quante kooperac pse nuk investoja te ata. Që atë ditë e kam një rregull. Edhe nëse fiton 1 milion euro nesër mbrëma thuaj. Mjaftueshëm që të mos kem kredi. Pse ndodh kjo gjithmonë? Nëse fiton pak, nën mesataren e rrethit tënd të shohin si humbës dhe të përbuzin. Nëse fiton mesatar të thonë po mirë, po unë po të doja do të fitoja më shumë. Nëse fiton shumë, bëhesh bankomat, shënjes tërzilje dhe thashe themeje. Unë sot kam 7 burime të ardhurash aktive. Askush nuk di shifrën totale. Gruaja ime di vetëm shifrën që i kaloj çdo muaj për shpenzimet e shtëpisë. Pjesa tjetër është në llogari që vetëm unë i shoh. Dhe kjo më bën të ndihem si mbret i vërtet. Çfarë thua konkretisht kur të pyesin sa fiton? Mjaftueshëm që të mos më duhet të shikoj çmimin kur blej ushqime. Sa ke kursyer? Sa duhet që të flej qetë? A ke lek të më huash? Po të kisha, prap nuk do të jepja hua. Dhe buzëqesh pak. Dhe nëse insistojnë? Ndëro tem ose thuaj. Unë nuk flas për para.
Është rregulli im më i vjetër. Njerëzit do të respektojnë më shumë kur e kuptojnë se nuk ke çelës për xhepin tënd. Paraja dhe heshtja shkojnë bashkë si armë dhe fishej. Njëra pa tjetrën nuk vret. Kur je i pasur në heshtje, je 2 herë më i pasur dhe 10 herë më i fortë. Dhe kur të tjerët të pyesin pse dukesh kaq i qetë, thuaj ju. Sepse askush nuk di asgjë. Pika 3. Veprat e mira dhe bamirësia. Pika e 3. Mos u mburr kurrë me të mirat që bën. Dhurove 5.000 euro për një fëmijë me kancer? Shkëlqyeshëm. Mos e posto në Instagram. Mos ia fu shokëve në kafe. Mirësia e vërtet është anonime. Kur e reklamon, ajo kthehet në ego dhe humbet çdo vlerë shpirtërore. Pse? Sepse njerëzit fillojnë të thonë, po e bën për like. Ose më keq, presin që ti të vazhdosh të japësh pa pushim. Unë jap çdo muaj 10 deri 15% të ardhurave për bamirësi. Askush nuk e di përveç bankës dhe Zotit. Dhe kjo më bën të ndihem më i fortë se kurrë. Pika 4. Problemet në çift dhe në familje. Pika e 4. Çfarë ndodh brenda 4 mureve të shtëpisë, mbetet brenda 4 mureve. Zënka me gruan, problemet me prindërit, fëmia që solli 4 në matematikë. Mos ia tregoni askujt, as nënës suaj, as motrës, as shoqes më të mirë. Pse? Sot ti dhe gruaja jeni zemëruar, nesër pajtoheni dhe harroni. Por nëna jote do ta mbaj mend përgjithmonë se ajo të bërtiti. Dhe një ditë do ta përdor kundër saj. Unë kam një rregull të hekur. Problemet e çiftit zgjidhen në shtrat ose në bisedë private. Pika 5. Dobësitë dhe frikërat tua. Pika e 5. Mos i tregoni askujt cilat janë pikat tuaja të dobëta, frikë nga lartësia, ankth social, pasiguri për pamjen, problemet me alkoolin në të kaluarën, mbaji të mbyllura. Njerëzit mund të jenë engjëj kur je lart, por bëhen djaj kur bie. Dhe atëherë do të përdorin pikërisht atë dobësi për të goditur në zemër. Unë kam vetëm një person që i di dobësitë e mia të vërteta, vetja. Dhe po punoj çdo ditë të zhduk ato. Pika 6. Sukseset para kohe. Pika e 6. Mos festoni fitoren para se të ketë mbaruar lufta. Ke nënshkruar kontratë? Ke fituar gjyqin? Ke mbyllur shitjen e madhe? Mos e posto, mos e thuaj, mos pi shampanje me shokët. Truri yt lëshon dopamin dhe mendon se puna ka mbaruar. Pastaj humbet motivimin dhe dështon në hapin e fundit. Unë pres derisa parat të jenë në llogari, derisa kontrata të jetë vulosur te noteri, derisa klienti të ketë paguar faturën e fundit. Vetëm atëherë lejoj një buzëqeshje të vogël i vetëm. Pika 7. Ëndrat tua të mëdha. Pika e 7. Ëndrat tua të mëdha i mban vetëm për vete. Do të bëhesh milioner para të 30 thave? Do të blesh shtëpi në Bregdet? Do të hapësh 10 dyqane? Mos ia thuaj askujt. Mendjet e vogla tremben nga ëndrat e mëdha. Dhe kur tremben, bëhen agresive. Je i çmendur, kush jeti më i mirë se ne, do të haj tregu, unë i mbaj ëndrat e mia shkruar në një fletore që e kam në kasafor. Askush nuk e di se çfarë ka brenda. Dhe kjo më bën të ndihem si mbredh. Pika 8. E kaluara jote e errët. Pika e 8. Mos i tregoni askujt çdo detaj të errët të së kaluarës. Ke qenë i varur? Ke bërë burg? Ke mashtruar dik në biznes? Ke pasur lidhje të çmendura? Heshtje. Njerëzit duken sikur të kuptojnë sot, por nesër do ta përdorin si municion. Po ti që ke qenë si guxon të më japësh mësim mua? E kaluara jote është pronë private. Vetëm ti dhe Zoti e dini të vërtetën e plotë. Pika 9. Të mirat që i ke bërë të tjerëve. Pika e 9. Mos ua kujto kur njerëzve të mirat që i ke bërë. I dhe hua para? E ndihmove të gjente punë? E mbrojte kur të tjerët e shanin? Bëje dhe haroje. Në momentin që ua përplase në fytyrë, ti e kthen mirësinë në borxh emocional. Dhe ata fillojnë të urrejnë në heshtje. Unë kam ndihmuar vjetëra njerëz të dalin nga varfëria. Sot disa prej tyre më shohin me zili. Por askush nuk mund të më thotë ti më detyron. Sepse unë kur nuk ua kujtova. Pika 10. Burimet sekrete të suksesit tënd. Pika e 10. Nëse ke një strategji, metodë ose burim që të sjellë para dhe sukses, mbaje sekret. Libri që të ndryshoj jetën? Mentori i fshehtë? Investimi i vogël që të bëri të pasur? Aplikacioni, kursi, kontakti? Mos ia thuaj askujt. Në momentin që e ndan, të tjerët e kopjojnë dhe bëhen konkurrentët e tu. Pastaj çmimi bie, tregu mbushet dhe ti humbet avantazhin. Unë kam 4-5 burime që më sjellin 80% të ardhurave.
Askush në botë nuk I di përveç meje. Dhe kjo është arsyeja që jam ende përpara. Pika 11. Gjendja jote e vërtet emocionale. Pika e 11 dhe më e rëndësishmja. Mos faqo kur dhimbjen, trishtimin, frikën apo dëshpërimin publikisht. Edhe kur je duke vdekur brenda, buzëqesh ose hesht. Stoikët e lashtë thoshin: është më mirë të shohin si të ftohtë se sa të dobët. Në momentin që kërkon mëshirë, njerëzit fillojnë të shohin si viktimë. Dhe viktimat I hanë të fortët. Unë kam kaluar periudha që do të kishin çuar njerëz të tjerë në spital psikiatri. Askush nuk e mori vesh. Sepse unë zgjedh të jem gur. Përfundimi. Pra, përsërisin 11 rregullat e hekurta, plane. Paratë. Bamirësinë. Problemet në çift. Dobësitë. Fitoret para kohe. Ëndrat e mëdha. Të kaluarën e errët. Të mirat që ke bërë. Burimet sekrete. Emocionet e vërteta. Nëse I zbaton këto, brenda një viti do të jesh personi më I respektuar, më I pasur dhe më I qetë në rrethin tënd, pa pasur nevojë të bërtasësh për këtë. Heshtja është fuqi. Sa më pak din të tjerët, aq më I madh je ti. Nëse videoja të shërbeu, le një like dhe abonohu, por mos ja shpërnda askujt. Le ta mbajmë sekret edhe këtë. Shihemi herën tjetër.